Nëse ti hulumton dhe dën ta lidh vetën me Allahun, dalloje mes asaj që ti falesh farzën në xhami dhe i falesh nafilet, qoftë në shtëpinë tënde, në vetmi, qoftë në xhami me xhamat. Nafile namazi i natës të largon nga të tjerë. Kurse në xhami kur shkon, ta kujton shoqja, fëmia, shokët, obligimin tënd. Duhet t'ja kryen obligimet familjare, duhet ta blen këtë, duhet fëmijëve këtë. Shokët thot anej, shoqëria thot ashtu, dhe ti e humb kualitetin e mjetit tënd që u fale në xhami me xhamat. Është farz, mirë po nuk e ke atë rahati. Kurse kur je në namaz natë, gruaja flan, fëmijët flajnë, shoqëria nuk jetë. Ata humbë hipokritët, dhe ata tjerët, nuk dalin për namaz natë. Pritoj. Ti je në rahati me Allahun Azza wa Jalla. Dije se Allahu Xhaleshanu ty të zgjodhi bashkë me ata të devotshëm të xhamit. Besimtari, ku shkon në namaz në xhami, do njëherë bën takimin me dikën, hajde në xhami. E bën vakije takon në xhami dikën që se don, por duhet mi qesh në fytyrë. I thuash duke qesh, duke buzëqesh selam aleikum. Dështë e din që është hipokrit, dhe aj të qesh ty, aleikum salam. Dhe aj e shef vetin do njëherë më i mirë se ti, nëse është në xhami me ty, në farz, në xhamat. Kurse në namaz natë, jenë në rahati. E din që ata që janë me ty në resht, ata janë të devotshmit, nuk prituan në ardë namaz natë, të falin bashkë. Prandaj, në namaz natë, lutjet për mënë. Kurse në namazet të farze në xhami, qoftë me xhamat, ne nuk e dim sa janë të pranuara duat, sa janë të sinqerta duat e tona, sa jemi ne të sinqert në duat. Kurse në namaz natë, Allahu Xhaleshanu të thot ty, në hadithin të cilin e transmeton Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, kur bëhet pjesa e tretë e natës, pjesa e fundit e natës, zbret Allahu në qiellin e tokës dhe thot, hal min sa'ilin fa ataytuh, hal min da'in fa astajib lahu. A ka kush që kërkon e t'i jap atij? A ka kush që më lutet e t'i përgjigjem atij? Të thot Allahu në namaz natë. Ai të kërkon në namaz natë, ai të tretë. Pastaj thot, hal min taibin etubu alayhi, hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu hatta yatla al-fajr. Allahu thot, a ka pendimtar që kam parasysh pendimin e tij? A ka kërkues falje, t'ja falje ati, ashtu Allahu thënë, deri në mëngjesin e asaj dite. Ku janë ata që dojnë t'i pranojnë dua? Ku janë ata?